Të nderuar besimtar, jemi në xhuman e dytë të muajit të madh të Ramazanit. Kaluan shumë shpejt ditët dhe netët. Sot jemi në ditën e 9 të agjerimit. Po kalon 10 ditë që i parë dhe kështu, kaq shpejt sa kaluan këto ditë, do të kalojnë edhe ditët e tjera me lejen e Zotit. Lumë për atë njeri i cili çastet e këtij muaji të madh mundohet t'i shfrytëzojnë maksimum, duke mos lënë asnjë moment, asnjë çast t'i humbasi në përditshmërinë e tij, në zakonet e tij të kota, në veset e tij të kota. Alhamdulillah, ky muaj është një muaj i madh i bereqetit. Një muaj në të cilën shumë njerëz përkushtohen tek Zoti i tyre. Shumë njerëz kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Është muaji i Ramazanit, të cilin Zoti i gjithësisë kërkoi për nesh një punë shumë të madhe, agjërimin e këtij muaji. Agjërimin e muajit të Ramazanit. Në ajetin e njohur, Allahu i lartësuar tregon se ai na e ka bërë detyrë Ramazanin, ai na e ka bërë detyrë agjërimin e këtij muaji. E në fundin e këtij ajeti, ku ne do të ndalemi sot, Allahu i lartësuar na tregon për qëllimin kryesor të agjërimit. Na tregon Zoti jon për qëllimin kryesor, qëllimin final të agjërimit të Ramazanit, ku thot Allahu i lartësuar, la'allakum tattaqun. O Zot, po pse o Zot? Pse po na e bën detyrë agjërimin? Që të rrim pa hëngër dhe pa pi, që të ndjejmë uri, që të humbasim peshë, që të ndryshojmë oraret e ngrënjes? Jo, nuk është ky qëllimi. Nuk është ky qëllimi, sepse nuk do të kishte kuptim ky lloj qëllimi. Allahu thot, la'allakum tattaqun, qëllimin kryesor e kam që ju të arrini gradën më të lartë në nështrimin ndaj Zotit. Që ju të arrini gradën më të lartë të nështrimin ndaj Allahu subhanahu wa taala, ndaj Zotit gjithësisë. Që ju të largoheni nga të ndaluara dhe të afroheni tek halali, tek e mira, tek ajo e cila është e këndshme. La'allakum tattaqun, ju a ka bërë detyrë agjërimin që ju të bëheni rob Zotit, të arrini devotshmërinë tek Allahu i lartësuar. Të arrini devotshmërinë më të lartë, shkallën më të lartë të nënshtrimit kundrejt Allahut subhanahu wa taala. E ne më mirë se në çdo muaj tjetër e kuptojmë këtë gjë. E kupton se namazi të bëhet i dashur në Ramazan. E kupton se xhamia të bëhet e dashur në Ramazan. E kupton se je më i mirë, më i butë, më i ëmbël, më i këndshëm. Këtë gjë na e sjell Ramazani, ky muaj kaq i madh. Këtë gjë na e bën realitet agjërimi i këtij muaji. Devotshmërinë në Zotin e gjithësisë. Po kjo është qëllimi kryesor i njeriu në jetën e tij, që të bëhet rob kundrejt Zotit gjithësisë dhe të arrijë devotshmërinë kundrejt Allahut subhanahu wa taala. Le të shohim se si e kanë përkufizuar devotshmërinë dy shokët e pejgamberit alayhis salam. Omeri, Allahu i qoftë i kënaqur me të, dhe Aliu, Allahu i qoftë i kënaqur me të dy. Një ditë një shok i pejgamberit alayhis salam, njëkohësisht shok edhe i Omerit, Allahu i qoftë i kënaqur me të, i quajtur Ubej ibn Kab, Allahu i qoftë i kënaqur me ta, i drejtohet Omerit, sikurse me ta bëj ty një njeri të pyetje, çfarë përgjigje i kishe dhënë? Cila është pyetja? I thot, o prijës i besimtarëve, çfarë është devotshmëria? Çfarë do me thonë devotshmëri? Te edhe unë mendo pak, çfarë përgjigje kishe dhënë? I drejtohet Omeri, Allahu i qoftë i kënaqur me të, dhe i thot,
Atë ka rastis thot ndonjëherë me ecë në një rrugë që ka ferra, apo që ka gjemba. E thot, ka rastis thot. Çfarë ke vepruar i thot? Aty edhe unë futesh në një rrugicë që ka ferra, djathtas dhe majtas. Çfarë kishe vepruar? Eci si ka bëdai? Ja, do marrësh një lloj masë. I thot, ky person që bën pyetjen, kur janë futur në një rrugë me gjemba apo me ferra, i kanë mbledh mirë rrobat. Pra janë mbështjell mirë, pastaj kanë kalu. I thot Omeri, Allahu qoftë i kënaqur me të, kjo është devotshmëria. Po çfarë kuptimi ka? Thot ruajtja nga të ndaluarat është devotshmëri. Të ruhesh nga ajo që e ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Të largohesh nga ajo që Zoti e ka ndaluar. Ne shkojmë gjunahut përballë. Ne i hapim gjoksin gjunahut, hajde, futu të kun, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 100, 1 milion gjunahë. E pastaj unë jam muslimani më i mirë. Pse? Se emrin e kam musliman, se babën e kam musliman, gjyshin e kam pas musliman. Nuk funksionon kështu. Derisa të ruhesh nga të ndaluara dhe të zbatos të lejuara, nuk e ke arrit devotshmërinë e duhur. Nuk e ke arrit shkallën e lartë të devotshmërisë, atë shkallë e cila kërkohet tek Zoti i gjithësisë. Ndërsa Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot për devotshmërinë. Devotshmëria thot është frikë respekti ndaj Zotit të gjithësisë. Frikë respekti ndaj Allahut subhanahu wa taala, ndaj atij i cili është krijuesi dhe vëzhguesi i çdo gjë. Kesh frikë respekt ndaj Zotit, nuk do të thotë që thirret ezani dhe ti mos e dish nga është kibla që falësh. Po të kesh frikë respekt ndaj Zotit do të thotë që në të thirr ezani, ti nëse i ke mundësi prezantosh në xhami, ti nëse i ke mundësi aty ku je, fal namaz. Të rrallë janë sot njerëzit në vendin tonë që të thonë ty si punëtor mos u fal. Shumë të rrallë janë. Janë disa katila që kanë ngel, ama shumica nuk të prishin punë. Madje ta bëjnë në vendin të kompania jote, të zyra jote, të puna jote. Dhe thonë, bujrëm, kur shkoj vakti fal. Vallai na ka rastis vetë, ku do që kemi qenë jemi fal. S'na ka thonë dikush, çoh më ti ditë për jashtë, se s'është për të fal këtu. Vallai. Qof në zyrë, qof market, qof shtëpi dikujt tjetër, qof punën e dikujt tjetër, s'ka ka thonë dikush, qoh ik për jashtë. Se alhamdulillah i ka sjell Zoti gjendje që në vendin tonë vinë punët ashtu siç duhet. Prandaj o musliman je në Ramazan. Aliu radiallahu anhu po thotë, nëse ti pretendon që je i devotshëm, duhet të kesh frikë respekt ndaj Zotit. E ka thënë Zoti diçka, duhet më bë. Mbaroj punën. S'ka më bën 1-2 me Zotin e gjithësisë. E dyta, thot Aliu radiallahu anhu, takwaja ose devotshmëria është veprimi me shpallje, që do thot me vepru që ka thonë Zoti. Kurani është shpallje e Zotit, veprimi me shpallje në Zotit gjithësisë. Qa thot Kurani ka morë fund? Ja po s'më pëlqen, ja po 2026 e 2027, ja rrezik i madh është me thonë. A ka thënë Zoti për diçka, mbaroj punë. Kjo është devotshmëria me Allahun e Rasul. E treta, thot Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, kënaqësia me pak është devotshmëri. Të kënaqesh me pak, ai sa të kallon Zoti më kënaq. Me thonë alhamdulillah, kam shumë. Alhamdulillah më kallon Zoti shumë. Kënaqësia me pak, sepse nuk është qëllimi i të devotshmit që të ketë shumë në dynja. Që vetëm mund të kemë dhe tjerë të kanë interesant. Qëllimi i njeriu të devotshëm është që të kënaqet me ai sa ka, ti i kënaq me saktimin e Zotit. Dhe e katërta thot Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, devotshmëria është që njeriu të përgatitet për ditën e gjykimit. Si qenë nga ti kaq i devotshëm dhe kaq i mirë dhe kaq i pastër dhe s'beson fare ditë gjykimit. Si qenë nga ti kaq i mirë dhe kaq i devotshëm dhe s'bin e që të takosh me Zotin. Nga ora 6 të mëngjesit deri në 12 natës të punu, vetëm për dunja. Po puno për dunja, po mos haro se ke i takim me Zotin.
Devotshmëria është me e kujtu takimin me Zotin. Që prit një herë se unë do takoj me Allahun, me Zotin e gjithësisë. Çfarë do t'i them Zotit për atë çka më ka urdhëruar? Çfarë do t'i them Zotit për ndalesat që unë i kam bëu, madje jam kënaq me ndalesat që ka thënë Zoti mos, unë i kam bëu dhe jam kënaq, dhe jam dëfryr. Lumë për atë njeri i cili në Ramazan mundohet që devotshmëria e tij, përkushtimi i tij ndaj Zotit të jetë në shkallën më të lartë. Thot takwaja, devotshmëria do të thotë ta vendosësh mes teje dhe zemërimit të Allahut një mburoj. Ndërmjet teje dhe zemërimit të Zotit, pra dënimit të Zotit kesh një mburoj. Dhe nuk ka më mirë mos se sa agjërimi. Që pejgamberi alayhis salam thot agjërimi është mburoj, thot Muhamedi alayhis salam. Të runë nga gjunat e kësaj bote, nga këqijat e kësaj bote, por të runë dhe në ditën e gjykimit. Devotshmëria është shkalla më e lartë e besimit. Shkalla më e lartë të jesh i devotshëm me Allahun subhanahu wa taala. Ashtu sikurse në hadithin ku pejgamberi alayhis salam përmend 6 kushtet e besimit, në fund fare 6 kushtet e besimit, pas kushteve të besimit thot ihsani është ta adhurosh Allahun sikur se ti e shef atë edhe pse se shikon. Kjo është devotshmëria më e lartë e njerit. Që ta adhuroj Zotin e tij sikur po e shef. Jen vetmi, adhuroja Zotin sikur e shef. Ti edhe unë, kur je vetëm, adhuron Zotin sikur se je në xhami, apo sipas shefit atë, apo e harron Zotin fare Allahun e rrugë. Ta adhurosh Allahun sikur po e shef. Edhe pse se shef ti, Zoti shef ty. Edhe në xhami, edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në shkollë, edhe në bataninë tënde të shef Zoti i gjithësisë. Allahu shef çdo gjë. Dhe Ramazani është shkolla më e lartë e devotshmërisë. Është shkolla dhe shkalla më e lartë e devotshmërisë. Pse? Agjërimin tënd që e bën, për çfarë po e bën? Po e bën për Allahun apo po e bën për dikë tjetër? Dhe kur njeriu është në vetmi dhe e mban agjërimin, tregon se devotshmëria e tij është në shkallën më të lartë. Pse? Kur jam vetmi s'shef askush, mundesh me e çel. Mundesh me e prish agjërimin. Mirë po, devotshmëria dhe frikë respekti kundrejt Allahut subhanahu wa taala e bën njeriu që ai të mos e çelë agjërimin edhe kur është vetmi, dhe të jetë i kujdesshëm me urdhrat e Allahut subhanahu wa taala. Ne lutim Zotin ton që të na pastrojë ne nga çdo sy e fajsi, e lutim Zotin ton që të na falë ne prindërit tan, të afërmit tan, gjithë besimtarët dhe besimtarët kudo që janë. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.